gabime gjatë lufte për shembull, si na kanë zerë neve paka shumë prej kontrole në konë, për shembull kur e përmena aty organizimi fshatrave. Fillu njerëz në diaspor më mbledh kryesia e një fshatit caktune, i kanë mbledh edhe lekt atje, edhe kanë orë në Shqipni, jo për i blejmë armet vetë, e për organizojmë këtë punë vetë. Edhe ajo atër prej mena qiti komplet prej sistemit. Që ata lesi erdhe në Shqipni, e i rritën çmimet e armëve, po i rritën edhe çmimet e kuajve, që dikush kish qef edhe më ardhë me hi me dalë shpejte, me thonë dikuj, keshe bona një fëtë në Kosovë dhe u ktheva. Shqyqyrë si ja ka mundësu, për edhe një se ka prej aty nësi, jënë hien met, si ka shkel në Kosovë, oran prite, ka met. Mirë po, kjo na qiti neve pak prej sistemit. Pse se s'kishte marrë organizim të mirë fill. Mirë po, si që thash, kër jëm taku me Jasharin, ka thonë Jashari, tha, o kanën tha, popli nuk e bo luftën e bojnë uqekeja. Edhe qashtë të ndodhi? Popli u armatos, si mësyni Serbia, tonë i lanë armët bobë dhe jatheren përëndimit. Edhe halo ma e kishe, qita, qytetarët e Kosovës. Po më ndoni e lëshun Kosovën? Po shumica. Në kohët luftës? Në kohët luftës. Edhe shumica për tyre edhe u dëbun? Qita si iken, e ndërume, tragedia halo me e modhe, kur iken atje me arshitu veten, pushka po rryp, s'kpaten gjilpona, s'dishin me na drejtu në luft, s'kish komandanta, s'kish qaso me shkollë, se përmenë edhe ti shkollën, diku po s'pedi me shkollë në cilin aspekt të these. Nëse ki thonë në aspektin luftarak, me të vërtet s'kena posë. Sigurisht, kjo ishte pra arsyeja. I vetëmi njëri si ka orë në 98-shin, njëri i profilizune në ushtarakisht o konë Naim Maljoki, me një djolla një farafrim Boshen. Edhe është orë stacionu pikrisht në Smolic. Edhe jo më falenderu se mirë njës tonë jetën se gjithë shka na ka mësue. Keni mësu për të. Na ka mësu qysh mu pozicionu, qysh me montu mina, qysh me boni sulem kundraj forcav serbe.